20 fakte që duhet të dini për iranianët, persët. Ka pak vende në botë që nuk janë thjesht shtete, por janë vazhdimsi të historisë. Irani është një prej tyre. Sot mbi 85 milion njerëz jetojnë në këtë territor. Një vend që për shumë njerëz përfaqëson politik, konflikt dhe tension. Por pas këtij imazhi modern, ekziston një histori shumë e thellë. Një histori që fillon mijëra vite më parë. 1. Vetë emri Iran vjen nga fjala e lashtë Aryanam, që do të thotë toka e arianëve. Ndërsa emri Persia, ai që përdoret shpesh në histori, është një emërtim i dhënë nga grekët e lashtë. Për më shumë se 2000 vjeçar, bota e ka njohur këtë vend si Persia, por historia e tij është shumë e vjetër se emrat. 2. Irani konsiderohet një nga civilizimet më të vjetra të vazhdueshme në botë. Qytetërime kanë lindur, janë shkatruar dhe janë zhdukur, por kjo tokë ka vazhduar të prodhojë kulturë, ide dhe identitet për më shumë se 4000 vjet. 3. Në shekullin e 6 para Krishtit, nga kjo tokë doli një nga perandoritë më të mëdha që ka parë historia. Perandoria Akamenide. E themeluar nga Sirosi i Madh, ajo ushtri nga India deri në Egjipt dhe deri në Ballkan. Për herë të parë, një perandori e vetme kontrollonte një pjesë kaq të madhe të botës. Por ajo që e bënte këtë perandori të veçantë nuk ishte vetëm madhësia. Ishte mënyra si qeverisej. Cyrus i Madh njihet për një politikë tolerance fetare dhe kulturore, diçka e rrallë për kohën. Cilindriti, një dokument i shkruar në argjil, shpesh përmendet si një nga deklaratat më të hershme të drejtave të njerëzit. Megjithatë, për të kuptuar iranianët, duhet të kuptojmë një fakt thelbësor. Ata nuk janë arab. Edhe pse sot Irani është pjesë e lindjes mesme dhe një vend musliman, populli iranian është indo-europian. Gjuha e tyre, farsishtja ose farsi, është më e afërt me gjuhësi anglishtja dhe frëngjishtja sesa me arabishten. Kjo është arsyeja pse struktura dhe tingulli i saj janë krejtësisht të ndryshme. Para ardhjes së Islamit, Irani kishte një tjetër sistem besimi, Zoroastrianizmin, një nga fetë më të vjetra monoteiste në histori, e bazuar në dualitetin midis së mirës dhe së keqes. Ide si gjykimi pas vdekjes, ferri dhe parajsa, që më vonë u përhapën në fetë e tjera, gjenden në formë të hershme në këtë traditë. Në shekullin e 7, gjithçka ndryshoi. Ushtritë arabe pushtuan Persin dhe sollën Islamin, por ndryshe nga shumë rajonet e tjera, Irani nuk humbi identitetin e tij. Ai e përvetsoi Islamin, por ruajti gjuhën, kulturën dhe ndjenjen e vazhdimësisë historike. Sot, rreth 90 deri në 95% e iranianëve janë musliman šiit. Kjo është një tjetër veçori që e dallon Iranin nga shumica e botës muslimane, që është sunite. Irani është qendra kryesore e islamit šiit në botë. Kjo ndarje nuk është vetëm fetare, ajo ka pasoja politike, historike dhe gjeopolitike që vazhdojnë edhe sot. Gjatë mesjetës islame, Irani u bë një nga qendrat kryesore të dijes. Shkencëtarë, filozofë dhe mjek nga kjo tokë kontribuan në matematikë, astronomi, mjekësi dhe filozofi. Emra si Avicena ose Ibn Sina janë ende pjesë e historisë globale të shkencës. Por historia moderne e Iranit mori një kthes drastike në vitin 1979. Revolucioni iranian rrëzoi shahun, monarkun që shndronte vendin dhe krijoi një sistem të ri, Republikën Islamike. Ky nuk ishte thjesht një ndryshim politik, ishte një transformim i plot i strukturës së shtetit. Irani sot ka një sistem unik, një kombinim të institucioneve republikane dhe autoritetit fetar. Ka zgjedhje, parlament dhe president, por mbi të gjitha qëndroi një figurë, lideri suprem. Ai ka kontroll mbi ushtrinë, drejtësinë dhe vendimet strategjike të shtetit. Në praktik, është figura më e fuqishme në vend. Në të njëjtën kohë, Irani është një fuqi energjetike. Ai zotron disa nga rezervat më të mëdha të naftës dhe gazit natyror në botë.
Kjo e bën atë një aktor të rëndësishëm në ekonominë globale dhe në politikën ndërkombëtare. Kryeqyteti i tij, Tirani, është një nga qytetet më të mëdha në lindjen e mesme, një metropol modern me miliona banor që përfaqëson kontrastin midis traditës dhe modernitetit. Sepse kjo është ndoshta karakteristika më e fortë e Iranit, kontrasti. Nga njëra anë, një histori mijëravjeçare, nga ana tjetër, një shoqëri moderne, urbane dhe e lidhur me botën. Kultura persiane është ndër më të pasurat në histori. Poezia ka një vend qendror në identitetin iranian. Poetë si Hafezi, Saadiu dhe Rumi nuk janë thjesht figura letrare. Ata janë pjesë e jetës së përditshme. Vargjet e tyre recitohen, studiohen dhe përdoren si mënyrë për të kuptuar botën. Një tjetër element i fortë kulturor është Nowruzi, viti i ri pers. Një festë që daton më shumë se 3000 vjet më parë dhe që feston fillimin e pranverës. Ajo nuk është vetëm një traditë iraniane, por një trashëgimi kulturore që ka mbijetuar për mijëra vite. Irani është gjithashtu një vend i ri në aspektin demografik. Mbi 60% të popullsisë është në moshën 35 vjeç. Kjo krijon një dinamik të veçantë midis brezave, midis historisë dhe të ardhmes. Dhe në fund, Irani nuk është thjesht një vend me histori, është aktor aktiv në botën moderne. Ai ka ndikim në shumë konflikte dhe zhvillime në lindjen e mesme, nga politika rajonale deri në marrëdhëniet ndërkombëtare. Roli i tij është kompleks dhe shpesh i debatueshëm. 20 fakte, 4000 vjet histori, një civilizim që nuk u zhduk kurrë, vetëm ndryshoi formë. Irani nuk është thjesht një shtet, është një vazhdimsi. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.